to defekte që deri tash ne vazhdimisht i përsërisim, do me thonë alarmojnë se situata kërkon zgjidhje. Dhe në kohë fundit, nuk e di, edhe më herët është përmend se shqiptarët disa probleme mund t'i zgjedhin vetëm me një marrëveshje të re, e cila përsëri do t'juhet historike, por kësaj radhe do të shkohet, do kërkohet një model federativ i funksionimit të shtetit, siç është rasti me Belgjikën, me Zvicrën e kështu me radhë, për shkak se maqedonasit me të madhe promovojnë shtetin si shtet unitar i popullit maqedon dhe të tjerëve që jetojnë në këtë shtet. Do t'ju jap disa shifra të cilat janë të reja. Ne dikur kemi pas 3 komuna shqiptare, janë Tetova, Dibra dhe Gosivari, sot shqiptarët garojnë në 17 komuna shqiptare dhe për herë të parë kanë kandiduar kandidat shqiptar edhe në komuna ku shqiptarët nuk janë shumic, siç janë Buteli, siç është Qashka, dhe numri i kandidatëve shqiptar ka mbërrinë në 32 kandidat shqiptar, a numri i listave për këshilltar ka mbërrinë në nivel shteti në 42.5% të teritorit të Maqedonisë. Do me thonë, sa më tepër që mundohet pala maqedone ta mbyllë vendin dhe sa më tepër që mundohet ta degradone politikën shqiptare, ti anashkalone të drejtat e shqiptarëve, aq më tepër paraqitet nevoja e bashkimit të shqiptarëve dhe të hapën tema të reja, për shkak se kështu ne nuk do të lejojmë si popull që në shekullin e 21, në vitin 2025, kur Bashkimi Evropian me të madhe ka paralajmëruar se do të angazhohet që edhe vendet e Ballkanit Perëndimor të gjithë në pako të hinë në Evropë, Maqedonia të paraqesë probleme të kësaj natyre, të fillone ta minone marrëveshjen e orit, t'i heket të drejtat e garantuara të shqiptarëve me kushtetut, e kështu me radhë. Mirë, për shkak edhe të kohës se duhet të shtrojmë pyetje të fundit zoti Xhelili, kush i fiton nesër zgjedhjet në kampin shqiptar po flas, zoti Xhelili? Unë mendoj se Mickovski ka bërë një dëm të madh Blenit, për shkak se i ka kushtuar, ju ka thënë unë ju kam pranuar me 9 deputet të përfaqësoni shqiptarët dhe kam lënë jashtë grupin më të madh prej 21 deputetësh, dhe ju tash duhet të jeni më të dëgjueshëm, jeni të detyruar të jeni të dëgjueshëm se ju nuk jeni fituesi zgjedhjeve, dhe unë do t'ju ndihmoj nëpër komuna shqiptare, dhe kjo thirrje publike e tij se do t'i përkrah kandidatët e Vlenit i ka irrituar shumicën e shqiptarëve, të cilët nuk duan që ai t'i përcaktojë se kush do t'i përfaqësojë shqiptarët nëpër komuna shqiptare. Zoti Xhelili, falenderoj shumë që ishit pjesë e kanë debatit sonte.